Një zgjedhje as pak e thjeshtë dhe që e mban si në përgjëmba. Gilman Lika e pranon se vendimi për të mos luajtur me Tiranën në finalen direkte për mbietes ndaj Vllaznisë mund të kryqëzohet në aspektin profesionist, por kjo është një ndeshje të cilën mesfushori thjesht nuk mund ta luajë, pasi ka gjetur mirë kuptimin e drejtuesve të klubit dhe trajnerit Josa, 30 vjeçari kërkon edhe mbështetjen e tifozëve. Siç e keni marrë vesh, pra, unë nuk do jem te kjo ndeshje. E di se është diçka jo profesionale, por them drejtën kam qenë një situatë shumë vështirë. Mas takimi që kam pas me presidentin edhe me trajnerin, që i falenderoj shumë domethënë për mikuptimin që më kanë bë. Normalisht për mua është një ndeshje jashtëzakonshme, nuk isha menduar herë kur domethënë se do arrite kjo ndeshje që Tirana Vllaznia domethënë të luftojnë për të siguruar mjetesën. Shpresoj që edhe tifozët domethënë të mirë kuptojnë domethënë vendimin që kam marrë, duke ditë domethënë çfarë gjendje kam qenë këtë periudhë. Mendimet në kokën e lojtarit kanë qenë të shumta, edhe sepse ideja për të mos zbritur në fushë në duelin e skuadrës së tij përballë ekipit të vendlindjes ka disa ditë që e përpunonte. Të jemi sinqert, e ka marrë vendimin direkt mas luftetarit, por shpresu domethënë u bënu kjo gjatë duke me thonë drejtën prita si që dolin llafe dhe me thonë që kishin llafen çakollim që mund të dënote Skënderbeu, por me që diçka nuk ishte vërtet atëherë, prandaj u zgjat deri në këtë ditë. Me kontratën te Tirana që i përfundon në fund të këtij sezoni, Gilman Lika nuk mendon se kjo zgjedhje e pranuar edhe nga klubi mund të ketë ndikim në vazhdimsinë e tij me ngjyrat bardhë blu. Jo, nuk besoj se ndikon kjo ndeshje me që edhe presidenti edhe trajneri më kanë mirë kuptuar domethënë situatën teme. Shpresoj që edhe tifozat ta mirëkuptojnë këtë gjallë dhe nuk besoj se ka në ndikim të ardhmen, pavarësisht se kontrata marrën me përfundimin e sezonit.